Në një hetim të dokumentuar dhe të publikuar kohët e fundit, u zbulua identiteti mjekut që për shumë ish të burgosur Ukrainas në burgun IK-10 në rajonin e Mordovjas në Rusi, njihej thjesht si një doktor. Njeri që sipas dëshmive të mbjetuarve kishte ushtruar tortura mizore për muaj me radhë. Si pjesë e hetimit të realizuar nga njësia investiguese SKIMS, u morën dëshmi nga mbi 150 ish të burgosur, shumica ushtar Ukrainas, që përshkruanin dhunë ekstreme sapo mbritën në burg, rrahje brutale, detyrimin të zvarriteshin në dysheme, qend që hidhnin mbi ta dhe në disa raste futjen e kokës në çanta plehrash. Akuzat janë veçanërisht të rënda. Të mbjetuarit përshkruajnë se si mjeku i njohur me styre si Ilya Sorokin ose me pseudonime si doktor shpirtligu apo doktor shokuesi, përdorte jo trajtim, por dhunë, shokime elektrike me paralizues, goditje me shkopinj ose mjete të tjera, fyerje, kërcënime dhe trajtim çnjerëzor, që për shumë prej tyre shënoi fillimin e një tmerri që vazhdoi për muaj me radhë. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.